Temjani është njohur prej shumë kohësh për vlerën e tij, veçanërisht si vaj esencial. Aroma e tij e fuqishme është njohur ndryshe dhe është e çmuar për shumë përfitime shëndetësore. Destiluar nga pema Boswellia, është përdorur për mira vjet, ndërsa smira nga pema posedon shumë pronësi të ndryshme, shkëlqyer për vajin që përmban. Shpesh i referohet si mbreti i vajrave. Është tepër e nderuar për gjithçka, nga tretja deri te bukuria. Është me të vërtetë një nga dhuratat më të çmueshme të natyrës, i pasur me alfa-pinene. Frankincense është qetësues dhe jashtëzakonisht i dobishëm për shëndetin e lëkurës, më domethënëse se çdo përbërje e vetme. Megjithatë, temjani është i pasur me monoterpene, të cilat kanë një gamë të gjerë përfitimesh, duke bërë këtë vaj efektiv për një gamë të ndryshme përdorimesh. Besoj se kjo është një nga arsyet kryesore pse frankincense ofron mbrojtje të duhur për qelizat dhe mbështetje. Aktiviteti i tij i gjerë mund të mbështesë qelizat dhe funksionin e sistemit në të gjithë trupin. Temjani është për të gjithë. Trupat tanë janë në një gjendje të vazhdueshme të sfidës dhe zgjidhjes. Fiziologjikisht, rrethanat e përditshme mund të jenë unike ashtu si dhe të përsëritura, dhe trupi ynë përjeton ndryshime. Nevojat për shëndet pothuajse çdo ditë, sepse frankincense është multifunksional, është një vaj që është themelor dhe një që ndoshta ju nevojitet çdo ditë. Një nga çelësat për përdorimin e suksesshëm të çdo vaji esencial është konsistenca. Shpesh herë sasi më të vogla në mënyrë të rregullt janë shumë më efektive të shfrytëzohet. Vlera e këtij vaji mund të jetë aq e lehtë sa difuzimi ose thithja e aromës. Është potent por e butë dhe mund të përdoret brenda dhe topikisht. Unë rekomandoj që të përdorni metodën me të cilën ndiheni më rehat. Shumica e përdorin temjanin për efektet e tij pozitive në funksionin emocional dhe kognitiv. Madje ndihmon për të mbështetur përgjigjet neurokimike të duhuara dhe sistemin endokrin si tërësi. Një nga arsyet e mia të preferuara për përdorimin e frankincense, megjithatë, është mbrojtës, aport për qelizat dhe ndihmimin e trupit për të menaxhuar përgjigjet inflamatore të shëndetshme. Ka kuptim pse temjani është kaq i ndryshëm dhe i dobishëm për pothuajse të gjithë. Të gjithë. Është edhe efektive për qetësimin e muskujve dhe indeve të irrituara. Besoj se ka mënyra të pafundme që temjani i certifikuar terapeutik dhe i pastër nga doTERRA mund të pasuroni shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Këtu janë disa mënyra të thjeshta për të filluar të përdorni një nga vajrat e mia të preferuara sot. Difuzoni temjanin për të krijuar ndjenja paqeje, kënaqësi dhe një ndjenjë gjithëpërfshirëse të mirëqenies mendore. Përdorimi aromatik i temjanit mund të promovojë funksionin e shëndetshëm të mushkërive. Merrni disa pika brenda për të promovuar shëndetin e mëlçisë tuaj, funksioneve të tretjes dhe urogjenitale. Merrni brenda për të mbështetur tërësinë e sistemit tuaj muskulor, i cili përfshin nyjet tuaja, muskuj, ligamente, tisuj strukturor duke përfshirë kockat. Frankincense do të ofrojë mbrojtjen e shtesë që ju nevojitet për dhe streset e përditshme të jetës dhe procesit normal të plakjes. Disa pika 2 herë në ditë mund të mbështesin funksionin e shëndetshëm të qelizave. Në një kapsul ose direkt në gjuhë është një opsion i shkëlqyer për fëmijët më të rinj. Më pëlqen të përdor frankincense në fund të këmbëve. Besoj se ky vaj mund të përfitojë të gjithë familjen. Për më tepër, aplikimi i vajit në fund të këmbëve mund të stimulojë relaksimin dhe të ekuilibrojë humorin. Përdorni temjanin si pjesë të rutinës tuaj të bukurisë së përditshme dhe mund të ndihmojë në reduktimin e dukshmërisë së defekte dhe të zvogëlojnë dhe rigjenerojnë. Lëkur frankincense kur përdoret në këtë mënyrë, ofron mbështetje direkte për indet nëntoksore të lëkurës, duke e bërë lëkurën më të ndritshme dhe të qëndrueshëm ndaj efekteve dëmtuese të shëndetit. Ka 10 lloje të pemëve Boswellia, por zakonisht ka vetëm 4 të cilat produkojnë damar të vërtet frankincense nga i cili vjen vaji. doTERRA përdor 3 nga këto lloje: Carteri, Frejana dhe Sakura për të destiluar një grade terapeutike të pastër dhe të certifikuar unikisht, duke bërë kuptim i cili është ekskluziv në përfitimet e tij, cilësia dhe pastërtia. Temjani me të vërtet është mbreti i vajrave, prandaj kur jeni në dyshim se cili vaj të përdorni, bëni doTERRA frankincense zgjedhjen tuaj të parë dhe më të besueshme.